Ditët e fundit një vëmendje goxha të madhe në diskutimin publik ka marrë urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me miratimin e terapisë me hormone për personat transgjinor. Por kjo përfshin edhe duke nisur nga fëmijët 14 vjeç. Si komunitet musliman, është diskutuar, si është pritur, cilat kanë qenë komentet e para? Faktikisht ne jemi në dieni të çështjes sepse ne si muslimani jemi pjesë integrale e kësaj shoqërie dhe normalisht do të bëhemi pjesë edhe të diskutimeve të tilla. Prandaj është edhe shumë e sikletshme mënyra se si është dhënë urdhri për të ushtruar terapinë hormonale për fëmijët e moshës 14 apo 16 vjeç, sepse do kishte shumë njerëz apo shumë palë interesi brenda kësaj trajtese për të vendosur pastaj a duhet aplikohet apo jo. Normalisht duhet kishte palë interesi nga komunitetet fetare, nga sociolog, psikolog, nga njerëz të pedagogjisë, po shoqëria civile mbar, kështu që siç e kam komentuar edhe vende të tjera, është një hap i incituar faktikisht, e cila nuk do të komentoj më tej, mund të ketë prapavije të tjera. Pra, sipas jush, duhet diskutuar më përpara dhe më pas, pasi të merrej mendimi të gjithë ekspertëve të fushave, të arrijë në një urdhër të tillë. Jo të jepet urdhri dhe më pas të nis diskutimi. Kjo është më së reale sepse do ta komentoj në disa aspekte. Në aspektin fetar, me që jemi brenda institucioneve fetare dhe më kërkohet të jap një opinion të tillë. Ne si besimtar, jo vetëm musliman, por edhe më gjerë, ne njohim vetëm dy gjini, mashkullin dhe femrën. Dhe pikërisht në Kur'anin Fisnik i Madh Zot thotë që ne ju kemi krijuar nga mashkulli dhe nga femra. Dhe çdo formë e cila e prish këtë lloj strukture të familjes, e cila garanton vazhdimsinë e jetës në tokë, atëherë është refuzuar fetarisht. Ne njohim faktikisht nëpërmjet historisë raste aksidentale të cilat tregojnë që mund të ketë disa mutacione apo deformime të krijimit të gjinisë mashkullore apo femërore, siç janë hermafroditët ose çrregullimin hormonal të një personi, qoftë ai mashkull apo femër, me të gjitha pasojat dhe rrjellohet. Dhe për këtë arsye, pikpamja fetare apo këndvështrimi fetar islam shikon që ndryshimi i gjinisë është i papranuar dhe i refuzuar. Dhe çdo gjë që nxit në ndryshimin e gjinisë dhe përzierjen e gjinive apo krijimin e një njeriu i cili më tepër është hibrid sesa një ndarje mes mashkullit dhe femrës. E dyta, trajtimi i terapisë hormonale njihet në islam ose përkrahet vetëm në ato raste kur dikush ka diçka nga hormonet më të zhvilluara sesa normalja, hormonin e kundërt të gjinës kundërt, për shembull një mashkull ose një femër. Islami njeh trajtimin hormonal për ta kthyer në natyrshmërinë dhe në formimin e këtij identiteti mashkullor qoftë apo femëror. Nga ana shëndetësore normalisht, paktën sikur jemi konsultuar me njerëz të fushës së mjekësisë, ka pasur shumë ka opinion i cili thotë që është shumë e dëmshme kjo lloj terapie sepse ajo në radhë parë ne shohim ke një person i cili merr hormone të tilla. Ka një lloj konflikti të brendshëm midis gjendjes biologjike të lindur, pra gjinisë biologjike, mashkull për shembull apo femër, dhe ngacmimit hormonal të kundërt. Dhe këtu sjell pasojë edhe psikologjike, mund të futet në depresion, dhe kemi dëgjuar dhe kemi lexuar raste të cilat kanë kryer deri në vetvrasje sepse ka një konflikt të brendshëm, sepse personi i tillë nuk dihet apo nuk din se çfarë ndjehet, mashkull apo femër. Nga ana tjetër kemi shumë shtete të Evropës, Britania, Franca, Suedia, edhe shtetet e tjera të cilat e kanë ndaluar ose e kanë kufizuar në mënyrë strikte marrjen e terapisë ose bllokimit të pubertetit, sepse ka rezultuar që është me pasojë shumë të dëmshme. Imagjinoni një fëmijë i moshës 16 vjeçare të marrë fatin e jetës tij në dorë. Një person i tillë nuk lidh dot kontratë. Ky nuk mund të marrë dot patente. Ky nuk merr dot shtëpi me qira, sepse nuk është i aftë, të paktën ligjërisht. Si mund të marrë vendim për ecurinë e jetës së tij? Pra është absurde. Pra prandaj them që është veprim i incituar i qeverisë shqiptare. Imam, pra për ta saktësuar edhe një herë, ju kundërshtoni vetëm faktin e grup moshës së re, pra që kjo terapi të aplikohet tek personat 14 apo 16 vjeç, apo dhe në tërësi, sepse ju thatë edhe që ju si besim fetar njihni vetëm dy gjini, femër dhe mashkull. Absolutisht ne jemi kundër terapisë qoftë edhe mbi 18 vjeç, sepse ka një strukturë shoqëria e përbërë nga familja që përbëhet nga një mashkull, një femër dhe fëmijë. Në qoftë se shpërbëhet struktura, atëherë ne nuk do kemi shoqëri të shëndetshme dhe nuk do kemi më të ardhme
Nëse terapia ndikon negativisht tek mashkulli apo tek femra, atëherë normalisht ne kemi bërë grobën vetes tonë dhe kemi dëmtuar strukturën shoqërore, mbi të cilët ndërtohet e gjithë ardhmja e një vendi, e një komuniteti, por nga ana tjetër ne kemi dëmtuar edhe burimin e vlerave nga të cilat ne marrim vlera shoqërore, vlerat fetare, vlerat komunitare të gjitha. Një ditë më parë në Tiranë u protestua pikërisht nga koalicioni për familjen lidhur me këtë terapi hormonale. Më thatë që kanë qenë dhe besimtarë musliman, një pjesë edhe nga Durrësi në mos gaboj? Po, ka pasur 70% ka qenë musliman. 60 deri në 70% sipas informacioneve që kam. Unë faktikisht do të isha në protest, po për një arsye familjare nuk më dha mundësia sepse udhtova jashtë Durrësit. Aty ka pasur një pjesëmarrje të madhe nga komuniteti musliman, pra fetar, nga bashkia e besimtarëve musliman, ka pasur edhe ato teologë që janë prononcuar, kanë mbajtur një fjalë, sepse në situatat ku bëhet fjalë për të ardhmen e fëmijëve tanë, për të ardhmen e familjes, nuk ka pasur dallime fetare, qoftë i krishterë, i musliman, i hebre, qoftë afetar që nuk besot fare në Zot. Ne bashkohemi me të gjithë personat që njohin Zotin, që njohin fen, që njohin familjen, që njohin normat shoqërore, pra na bashkon kauza e përbashkët. Komuniteti musliman në dijenin tuaj ka ndërmarrë ndonjë iniciativë, ndonjë kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë, me autoritetet shqiptare për të parashtruar kundërshtitë e tij lidhur me këtë urdhër? Në dijenin tim, komuniteti musliman shqiptar ka bërë një prononcim tek faqe zyrtare dhe normalisht ata kanë mekanizmat e veta, të cilat nuk janë të dukshme, janë të padukshme për të treguar qëndrimin e tyre në lidhje me situatën. Një rëndësi të veçantë kësaj çështje ju i keni kushtuar dhe gjatë fjalës suaj në faljen e të premtes së kaluar këtu në xhamin e madhe të qytetit të Durrësit. Ku konsistonte fjala juaj drejtuar besimtarëve? Atëherë, ne në ligjëratat tona mundojmë të jemi koherent me situatën, me çdo situatë, me çdo rrethana që vuan ose prek shoqërinë tonë. Edhe në të premten e kaluar normalisht tema e diskutimit apo tema e ligjërimit ka qenë terapia hormonale dhe dëmet e cilat shkakton ajo qofshin dëme fetare, por dhe qofshin dhe dëme shoqërore, mjekësore, individuale, familjare. Edhe diçka, nëse ky urdhër do të mbetet në fuqi, çfarë mund të rrezikojë shoqëria, familja shqiptare? Normalisht, do shpërbëhet struktura e familjes. Ose ne do kemi një prishje të harmonisë brenda familjes shqiptare, sepse imagjinoni ligji t'i japi të drejtën një fëmijë 16 vjeç, nuk po them 14, por 16 vjeç, i cili mund të marrë ka të drejtën e plot që të shkojë me dëshirën e tij që të marrë terapinë hormonale. Normalisht ka ndonjë prind që është dakord që fëmia e tij të bëjë diçka të tillë, e cila sjell dëme dhe pasojë të pakthyeshme në organizmin e një adoleshenti 16 vjeç. Nëse ky urdhër të mbetet në fuqi, atëherë ne do ta zhvillojmë edhe më tej atë refuzimin tonë, qofshin protesta, qofshin edhe me apo të tjera ligjore. Ju vetë, si imam i xhamisë së madhe të qytetit, keni një apel drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë, autoriteteve që kanë në dorë që ta rrëzojnë, ta hedhin poshtë vendin? Absolutisht që po. Apeli im është që të rishikohet një herë akti, sepse ai nuk është as projekt ligj, as nuk është ligj, sepse këto projekt ligj dhe ligje që miratohen shtrohen në një spektër më të gjerë diskutimi, kurse ky është urdhër. Po si ka mundësi që dalin urdhra të cilat do të aplikohen me taksat tona. Fondi është fondi publik, pra taksat e mia, taksat e juaja, gjithë qytetarëve. Ndërkohë që mentaliteti tradicional shqiptar është familja e shëndetshme përbërë nga një femër, një mashkull dhe një fëmijë. Pra këtë model ne nuk e duam që mundohet të ofrohet. Si ka mundësi për shembull që qeveria të japi urdhra të tilla pa u konsultuar, duke përdorur dhe ato parat tona për të imponuar një model që ne e refuzojmë. Pra të paguhet diçka që ne nuk e duam. Këtë po do të thonë. Ne fusi duar tek xhepat tonë. Të investojmë për diçka që ne nuk e duam. Ky është thelbi.